Lidhja Demokratike e Kosovës ka filluar mbledhjen e saj të kryesisë. Kjo pasi që kryetari I kësaj partie, Lumir Abdigjiku, ka ofruar dorëheqje. Ai ka thënë se do të mbledh kryesinë dhe do të caktojnë datën se kur do të mbledhet kuvendi I partisë. Sipas tij, në kuvendin e partisë do të vendoset se a do largohet ai nga pozita e kryetarit apo do të çndrojë. Megjithatë, sipas statutit të kësaj partie, saktësisht nenit 27 të statutit, aty përcaktohet se kryetari mund të jap dorëheqjen, por nuk përcaktohet ofrimi I dorëheqjes dhe miratimi I tij nga kuvendi. Megjithatë, sipas këtij statuti, aty thuhet se mund të ketë votbesim për kryetarin. Votbesimi mund të thirret nga 1/3 e kuvendit apo nga vetë kryetari. Megjithatë, Abdigjiku nuk e ka përmendur votbesimin, por ofrimin e dorëheqjes. Kujtojmë se gjatë javës së kaluar Abdigjiku ka pasur një takim me nënkretarët e tij dhe me disa anëtar të kryesisë, ku nga ai takim nënkretarja Hikmet Bajrami ka dhënë dorëheqje dhe ka kërkuar dorëheqjen e Abdigjikut, jo ofrimin e dorëheqjes, por dhënien e dorëheqjes. Ngjashëm se ajo ka kërkuar edhe Abdullah Hoti, I cili më parë ka qenë edhe kryeministër I Kosovës. Ndërsa kujtojmë që nënkryetari tjetër, në fakt Lutfi Haziri, për ofrimin e dorëheqjes së Abdigjikut ka thënë se nuk ka gjysmë shtatzëni, duke nënkuptuar se dorëheqja ose jepet ose nuk jepet. Para se të fillojë mbledhja e kryesisë sot këtu në zyrët qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armen Zema, njëri nga anëtarët e kryesisë, ka thënë se do jap qëndrimin e tij në këtë mbledhje dhe se e përkrah veten si kandidat për kryetar të partisë kur u pyet se kënd e mbështet. Ndërsa Hikmet Bajrami, nënkretarja, ka thënë se do e mbaj qëndrimin e njëjtë që ne ka dhënë pas takimit që e kanë pasur herën e kaluar. Ju këshaftu me I dëgju deklarimet e tyre para se të fillojë mbledhja e kryesisë. Tani do të presim deri në fund për me kuptuar se çka sakt do të dalë nga kjo mbledhje e LDK-s. Qëndrimi është me shku mbledhjet kryesisë dhe me shpreh qëndrimin tim. Lidhjen Demokratike të Kosovës gjithmonë. Për kryetar të ri. Edhe vetën. Shpallet kandidaturave sot, kemi mbledhjet kryesisë. A keni një kandidat?